Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi ka dërguar një notë verbale ambasadës së Kosovës në Podgoricë lidhur me të shtënat me armë zjarri që dyshohet se erdhën nga pjesa e Kosovës në zonën pranë qendrës malazeze të skijimit afër kufirit mes dy shteteve. Nga organet kompetente të Republikës së Kosovës është kërkuar që ti identifikojnë dhe ti procedojnë autorët e këtyre incidenteve, si dhe të njoftojnë Malin e Zi për të gjitha masat dhe veprimet e ndërmarra, thuhet në njoftimin e Ministrisë Malit të Zi për mediat. Nga dikasteri udhëhequr nga Ervin Ibrahimović vlerësojnë se bëhet fjalë për incidente të izoluara. Të paktën në 2 raste janë regjistruar dëmtime në infrastrukturën e qendrës së skijimit në Mal të Zi, e cila ndodhet rreth 1,5 kilometër nga kufiri me Kosovën. Në të dyja rastet, organet kompetente malazeze dyshojnë se të shtënat janë shkrepur nga territori i Kosovës. Incidenti i parë ndodhi në korrik të vitit kaluar, kur u vërejtën edhe dëmtime në kabinën e qendrës së skijimit. Prokuroria e Rozhanjës ka hapur lëndë për këtë rast, ndërsa incidenti i dytë ndodhi më 24 gusht të këtij viti, kur pati të shtëna në drejtim të një objekti të qendrës së skijimit. Prokuroria pritet të hapë lëndë pas përfundimit të hetimeve të policisë. Notë verbale është dërguar pas incidenteve të përsëritura që janë regjistruar nga policia në Rozhanj, njoftoi Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi, e cila shton se për incidentet u njoftuan më 22 shtatorë edhe ambasadorja e Kosovës në vendin e tyre. Besojmë se rastet e izoluara nuk reflektojnë përkushtimin e qartë të dy shteteve tona për forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe përmirësimin e mëtejshëm të marrëdhënieve bilaterale, thuhet në përgjigjen e ministrisë.